Ka shumë Sa? Shumë ko. Sa shumë ko? Edhe si e dinte Dolqa që ti do futesh me sigurit plot që ti do futesh në Big Brother, kurse vetë unë kam ditë po jo, 50-50? Po pra, është thjesht një aludim i saj që ka mendu që të futem. E ka ndjesë, e din që kur rref loja, kur rref gjëja, po jo që kom folur një gjomet e do vim Big Brother. Tani, ti po thuk shu, Dolqa thot ndryshe, okej. Nuk e di. Edhe që keni shkryt ju me Dolqen, keni pas ju diçka me Dolqen më përpara? Jo. Jo. S'keni pas asnjë gjë? Kemi pas... Jeni taku në një live më përpara? Po jo me? Vetëm kontakt Instagram, ashtu? Po, më kina fol Instagram. Pse po? Jo, vetëm kod pyse, më thanë mora vesh keni 3 vite që jeni njoft, edhe që keni shkryt, edhe që keni fol, tash do të pyes për kuriozitet kur keni fol për e të fundit edhe kur jeni takur. Kjo është. Se po më duket e çuditshme gjithë gjëja. Duket shumë absurde. Se edhe ti sa erdhe këtu direkte, diherë këtu u hodhe të Dolqa. Tash më duket mo ose keni pas plan nga jashtë, me që njifeni bashkë, edhe me që po njifni edhe shoqërinë e keni të përbashkët. Përderisa kishte siguru që ti do jesh këtu, jo tani mos ik ashtu, po të them mendimin tim. S'ka si gjotë sigur një. Unë po dyshoj që ju të dy mund keni bërë plane. Përderisa Dolqa më tha, Alba ai do vije, ma ka thënë brapa kurrizit e edit. Alba ai do vije dhe do sqaroni bashkë dhe ka përshku çdo gjë shumë mirë. Ma tha edhe në Prime kur dolën duart e tuja, që Alba qetësohet se çdo gjë do shkojë shumë mirë, do qartësohet. Siguria asaj që ti do të vish këtu dhe do qartësohen edhe çdo gjë do shkojë shumë mirë, mua më duket e çuditshme dhe dyshoj. Mund të duket, që ju mund keni pas kontakt para se të futeni në Big Brother, se çfarë mund bëni ndoshta edhe në Big Brother. Përderisa ti u hodhe direkte te ajo dhe ajo direkte të pranoj në afërmitetin tim. Ore, s'është vërtetën, ja dënë vërtetën apo dënë me besu që mendo ti? Po ti, disa lafe, nga goja jote i ke nxjerrë shtrem, që të bëj unë, tani e shkreta. Edhe, e di çfarë? S'ka dhe mundësi pa kamera. Peshoja akoma më shumë më mirë që të bëjmë edhe unë më e pavlefshme këtu dhe dalë nga Big Brother se s'ka mundësi si me dalë. Në çfarë kuptimi? Po, në kuptimin, je fut në loj me Dolqen? Po? Ka për të mbaj gjëja. Okej, je fut në loj me Dolqen, jeni në një loj me Dolqen në Big Brother. Keni kriju raportin që quan ti që po krijot një koneksion mes teje, mes Dolqes? Shumë bukur. Mos harro që ky koneksion ka për të vazhdu limi, se jenë në loj. Ashtu si që e di unë shumë mirë për disa gjëra të tjera, nga eksperienca e kalume. Jeni të dy shumë bukur, qitë simpatik shumë i bukur, vazhdo peshoje të lutem akoma më shumë thellësisht, që Alba të sfumon edhe dalit, kem lirshmërinë dalë. Se me dalë ti? Se s'kam qarë bëj labi, Ti do në arsye ty në çdo moment. Pa gabime ke për mu. Ola, Gabime ke. nuk më beso, po Ku din ti fal, apo me nuk ka replikune fuqi në mendimin tim. truk. Ku din ndoshta ashtu bëni loj? Ti po favorizon ky. Ky mua dhe ty de facto unë e peshoj që po favorizon vëlla. Ti e mendon se favorizohen, për çfarë vetëm për një episod, Ola? Shumë faleminderit, shumë tani për det. Labi, Po. ti e mendon nga mendimi i tillë për 1-2 episode Prime. Alba në loj po sfumohen totalisht. Është ta dy brejanëve? Nuk ka fuqi, Alba si Alb, që të jemi në shtëpi, ti kemi një dhomë gjumi bashk, ku afrohen bashk kanë një intimitet bashk, nuk ka fuqi që Alba i shoh bashk, më fal pak. A din me respektu? Të po t'lus. Ti e buve Pa po t'lus, vë kanë nevoj vetë me fol. Leje, mër lab, leje, ka qik me spionu, leje, Ta lutem se kanë nevoj me fol vetë. S'po kom sa me spionu veç ty me spionu. Jo. Nuk ka fuqi që ti kem në të njëjtën dhomë gjumi, teksa afrohen të dy bashk, janë afru, do afrohen akoma më shumë. Do flektu, zgjohem në një tavolinë buke bashk. Në të njëjtat ambiente diskutimi bashk. Alba sfumohem, Alba largohem, se Alba nuk e përballoj dot. Nuk mund, a ke pati Dolqen ndonjëherë tjetë pjesë e diskutimeve tona? Po ndoshta do të jetë. Asnjëherë s'ka qenë. Tani që erdhi Limi, që Limi rrin në mesin ton, vjen edhe Dolqa rrin gjithë me Limin. Dolqa gjithmonë ka qëndru kushtrim, labinot, pa Klodi dhe lëndrim. Kaq, asnjëherë s'ka marrë pjesë në mesin ton. Tash erdhi Limi, më dëgjo pak analizë po bëj, nuk po them që po më ofendon njëri. Analizë po bëj. Mos pisket. Tani Limi vjen në mesin ton. Vjen edhe Dolqa bashkë me Limin, nuk mundem ta duroj. Mos ma ktheti mua beti si ku mua po pengojnë edhe po më ofendojnë. Ludo.
Është me rëndësi për vëllë? Qa është për rëndësi? Është me rëndësi. No, sa, Pa jo po e bo me qëllim tani, se do në fejtë fjallat ta s'mu me pjesën e muhabetit. Do ta sfumoj. Ti mundesh. Nuk mundem. Se qa shumë me bëha? Mundesh. Qa me bëha? Mundesh. Nuk e durej do të rikë Adrej, mundesh. Mundesh. Edhe unë duka shiroj, edhe Po unë duka mundesh, qashëm, po ti burguroj forte. Edhe unë du diskutoj. Pa mundesh. Mundesh. Se shef se si po vin tani po rretullohen me qëllim se shqyqyr. Jo, nuk ka lidhje. Unë thash ato që fol. Emri kësaj është komentu, Ola, emri kësaj është komentu edhe herë tjera para limit dhe asnjëherë s'ka marrë pjesë. Tani që erdhi limi tani po merr pjesë. Pa hajde me mashtrusa aty skus dhe po mlerat shumë. Je rregull ti. Rregulli e ti. Thjesht është e hishme që unë t'jem këtu kur më përmendni mua. Kur i përmendet emri, se deri para se të vinte limi s'merrte pjesë asnjëherë. Puna mbar. Për mentalitetin shqiptar, kjo është lojë e rëndë. Unë pra në isha gjona ndryshme. Po t'ishte jashtë, okej, do kishte mendime të Jashtë ndryshme, po shtjetër mentalitet. Edhe në përgjithësi e respektojnë mënyrën se si do ti ta jetosh jetën tënde. Për mentalitetin shqiptar, E di, prandaj them. Thjesht unë e dija, prandaj s'po vija. Thjesht jam shumë Po hard. ju Gerta mos e ngarko që është mentaliteti shqiptar, që s'është mentaliteti Jo, shqiptar. nuk ka lidhje Gerta, po ja them unë, po ja them unë, po ja thash unë atë. Alba, më lërë të bëj dhe unë një bised. Po mi pra dhe unë po Kam të komentoj drejtën diçka, time, po unë nuk s'po thash flasim për ty në këtë rast, Jo, po të flasim për lutem. mu. Shumë bukur, Për zotin po vazhdoni. folim për mu, s'ka Shumë mirë. lidhje. Pa atë pra po thoja dhe unë se dëgjova që tha për mentalitetin shqiptar. Edhe nuk e përballojnë dot. Jam kuptoj po ndihemi tepërt. Kush çfarë nuk përballon dot? Jo, timi nuk unë po flas me Gerdën tani më lërë se desha diçka jashtë gjithë njerëzve. Jo, doja ta Edhe po di edhe marr unë, mendimin kush e çfarë nuk Gerdën. përballon dot? Askush asgjë. Mu se më përballojnë dot, s'më përballoni dot më, shkurt edhe shqip. Kush nuk përballon dot Askush, diçka? askush. A jam Alba që të kam pranuar, se po duket Pranoje, sikur është pra, në dorën vazhdoj. time. Alba e kam pranuar. Thjesht Alba po kërkoj dal nga Big Brother, se Alba me veten time nuk jam rahat. Kaq. Nuk thash unë, atë pranoj ty për atë që je ti, asi e për atë që je ti. Po po theni muhabetin, nuk më përballoni dot mua. Ka mundësi më si japësh jo, asaj Mbase po më thoshte mua që nuk e përballoj dot limin. Unë Më po ja them përballoni dot njerëzve mua, më rreth. përfshin edhe mua. Nuk po flas me ty. Tjerë nuk më përballojnë dot mua, mos më përfshi mua në As tënde. tjerët, as publiku, Se ti e di shumë mirë se si të kam pranuar dhe si s'kam pranuar ty. Mos më nuk zgjat erdha me mua bot betet debat me ashtu. ty. Lutem, mund të ecim pak? A vazhdo eca ti, Bof për çfarë mirë. lart këtu? Nuk erdha të bëj debat, se çfarë jam Alba këtu? Ore, po flas. Tani edhe kur flas nuk do më thesh përgjigje. Po flas me isha Shu në do një mlesh, temë. do mlesh si cop këtu. Po jo, Kur ha të flas bu. diçka dhe nuk them përgjigje. Po, ha mi bu. Se unë s'ka marrë debat me ty këtu, edhe unë jam pjesë e shtëpisë. Desha apo s'deshe ti? Atëherë? Tani pak vështirë kam, pak edhe kur duat marrë pjesë komentoj diçka, më thua s'ka marrë tut mere me ty. Po ti do të Jam pjesë e dëgjosh shtëpisë apo edhe do s'do? merremi. Ka shumë pikë Po thjesht ç'ti është. bëj unë tani nuk di. Flasin me mua kush do të flasi. Veç t'jem prezente edhe unë kur përmendet emri ime. A ka mundësi të lutem pak respekt kur flas, se të respektoj shumë mirë kur flet. Po, Edhe kur domi, komenton, edhe unë kur respektoj përfshihesh në njerëzit. biseda ime. Ore, unë Ti po mos më flisja me trego mua Gertën. mungesë respekti. Po flisja Edhe me unë komentova Gertën. diçka, as nuk bërtita, as nuk shava, pyeta Alba si Alba. Ore,
thjesht po flas me një person edhe i thash, do folim diçka jashtë A të bëra diçka se pyeta një pyetje. Po jo mi goç, jo, nuk po të them gjë. Kisha qef me ditë qa po thoje, kaq. Po dëgjoj, mos komenton qofse do të dëgjosh. Unë po flisja me Gertën. A të ofendova se të bëra pyetje, po flisje me Gertën. Lidhje me atë flisje me Gertën. Ti komentove në bazë të një pjese të vogël të bisedës që dëgjove. Pyeta. Jo ti ndërhyre, nuk pyete. A të ty tani kur të pyesun ty diçka. Po ti do ta dëgjosh bisedën Unë nga po flisja fillimi për deri në veten fund. time me Gertën. Po, edhe unë pyeta që ta kuptoj atë që po thoje, se isha kurioze me Edit, se më tërhoqi veshin diçka dhe prandaj pyeta, që t'jem e qartë. Tani, apse pyeta, pa tjetër duhet kem disrespekt për teje, u s'ka marrë mere me ty. Po jo, nuk thash nuk kom marrë me fol, aty po flisja me Gertën. Hajde me një sekund. Po ikme mos bë tani si kur u preke, si kur ofendove. Po jo, thjesht i kom tjetër hap. Du duat pastroj këtë? A do vilu? Do ma thosh për qa ke ardhë? Që ka ndodhë? Kom pasqyra. Ta. O, Gerta, nuk e di. Po në funit, unë nuk du të bëj njerëzit ndjen keq. Tashi, unë as nuk du të nxjerr jashtë, se unë e kam aftësinë. Po ti si mendon që ajo mund të rrej këtu duke ju parë ty me dalë? Po që të bëj tash, të dihemi limituar në një lidhje që se Jo, kam. të bëra pyetje, të duket që mund ta nuk e kam, vetëm thjesht të jap mendim. Drama queen! Sa përqind mendojnë që kjo që po bën Alba është e vërtet? Se di, më duket i 100%. 100%? Po. Edhe ky ka qenë në reagim, pra ne s'kam marrë në Big Brother. Dhe s'kam dash me dhënë këtë lloj Po mirë, çfarë? Ka keq kuptuar ato që i ke thënë ti apo çfarë? Jo me thjesht, për shembull, edhe një shoqe e imja kishte një lidhje me një njeriu tim, të afërt. Po. Se ai ishte pak a shumë tipi im. Po. Ajo nuk u dorëzua, e vazhdoi lidhjen e majti 6 vjet, pavarësisht çfarë ndodhte ndërkohë. Po. Dhe në fund tani janë të dy të lumtur. Kupton? Unë kam kundër sakrificave, por se di tani unë nuk mund të shes. Pra ti në një farë mënyre po paralelizon Albën me këtë vajzën që edhe mund t'ja dalë në fund. Jo, më thjesht po them që mu më pëlqen njerëzit që luftojnë. Që luftojnë, a kupto. Të me thëmë po e shijon në një farë mënyre këtë. Jo, nuk është puna se po e shijoj. Më thjesht jam pro dashurisë, a kupto. Por tani kur unë nuk kam... Nuk ke. Fare. Jo. Zero. Si unë. Po apo jo? Po. Jo, do më thëmë. A kupto. Bes po di. Tani unë nuk mund ta kem si për kokës dhe ajo nuk mund të më ketë si për kokës dhe nuk duhet jem unë arsyeja që po e nxjerr jashtë, se më ka qenë ashtu kisha ardhe, kisha plas gjitha, bap. Nuk kom marrë me shiju, tani bigun. Po ti e di që ajo mund të dalë jashtë, se ka dalë njerë për këtë arsye.
Ai format tjetër. E di unë Pra përpara. ti e di që mund të ndodhë. Po, prandaj. Shtu më arë këtu me i bo qefin tjerëve me nëzirë edhe me lëndu e s'kanda, nga u da. Po, detyrimisht e lëndon në një farë mënyre. Po, pra. Por, me intuit, mund të kapësh, mund të rrotullosh situatën, mund të? Për shumë që t'i bëj? Vllai i madh, lutem më thirr pak në dhomën e rrethimit. Thek që ke respekt për mua. Kur do të bëj një pyetje, mos mu sjell sikur po të shqetësoj. Edhe, po isha duke fol pak me Hygertën. Duke fol me. Ma zërin e ullet. Cila është pyetja Okej, jote? vazhdo. Iku si pyetje. Mua, mos mu sjell sikur po të shqetësoj me një pyetje. Se ti e di shumë mirë që Alba nuk ta bëj pyetjen me të shqetësu. Okej? Okej. Edhe ti gjendjen e Albës e dim për momentin. Mos mu sill sikur unë po të shqetësoj edhe unë po të bimbi kokë. Edhe po të ndërpres një moment. Se këtu momente kena gjithë, edhe dashe pa dashe pengohet njeriu. Kundrejt vullnetit njeriu. Se unë nuk jam gjendjet me ndonjë 100 milion gjëra për momentin. Vetëm jepi hapësirën gjithkujt veten. Po, hapësirën e gjithkujt veten ishin në mes të living room të dy, nuk ishin me ndonjë hapësirë ultra speciale të dy që ta kuptoj që patjetër ishte një bisede tillë të formës tillë që kishit pas. Okej, u kuptuam, ishte keq kuptim. Të bëra një pyetje normale, paktën ti mua mos më trajto sikur po të shqetësoj. Edhe diçka. Ashtu siç e kam pas këtë S'kam vujtje asnjë lloj këta 2 muaj. borxhi. Okej? Nuk më ke asnjë lloj borxhi, ama as unë ty Lutem nuk shumë, kam asnjë lloj borxhi. mos ma sill Mo, kët- a më thej që ke respekt për mua, mos mu sill këtë mënyrë që s'ka asnjë lloj borxhi. S'kam asnjë Baje lloj pak borxhi. respektin edhe mos mu sill mua para kamerave, sikur unë po të shqetësoj me një pyetje. Ka gjithë them. Okej. Jo, okej. Veç mos bërtit me mu Se folë bore, po nuk po të bërtasit bërtas ty. Si? Thjesht dua me dal nga bigu që po të shoh non stop me një femër tjetër në momentin që ta bëj një pyetje. Rase ke respekt pak për Albën, Po. mos mu sill sikur realisht po të shqetësoj me një pyetje. Se e di që nuk të shqetësoj me një pyetje. Po nuk po, ore, Tash shiko. di të them. Shiko, mbaj vendin tat, ashtu E si mbaj vendin tim, pse? Se të bëra një pyetje, unë nuk po mbaj vendin tim. Po Jo, të shqetësoj, thjesht- se akoma po e përkthen sikur po të shqetësoj. Pse të bëra një pyetje. Qa pyetje mi po Po mbaj? pse më kthen mua betin mbaj vendin tënd në mes kësaj bisede? Po mbaj Apo vendin tënd sepse unë tim? isha në një bisedë, unë po flisja për diçka. Shumë Po flisja bukur, për dhe veten unë e time. di që mbaj vendin tim, dhe unë isha kurioze se çfarë po thoje dhe prandaj pyeta. Tani, edhe një herë djalë, apo të shqetësoj unë ty pse pyeta, duke mos e ditur që ishit në një bisedë shumë ultra speciale, Mu po më privateve të shqetëson, dy. Po të shqetësoj? Gjuha, Okej, pra, vazhdo. se si Çfarë flet gjuhe? mirë, Çfarë mos gjuhe? me fol mu kështu. Çfarë të bëra që Ullu tu fol si një gjua? rimi, goc. Kujt i bërte kështu? Kush kujto se jam unë? Sepse nuk ka Ullu lidhje aty, nëse do me mbërtitura. thon diçka Nuk shprehu. ka lidhje Unë jam mbërtitura, njeri, po unë ja e pra ti nuk po kuptoj. dëgjon, nuk ka Qofse s'do lidhje ta a flet me kuptosh, zët ulët, a flet me zët qet. qofse A nuk flet don me të zët lartë. të Ti kur më ke pyet flasësh. mu, ta kam pranu pyetjen. Kur nuk Po kam çfarë thënë si kur pyeta? po më Unë s'kam shqetëson. pyet ty për një arsye tjetër.